Sot do rikrijojmë këtë super make-up që ka bërë Fabiola në Ferma VIP. Fabiola është fermeja ime preferuar, kjo sepse e njoh që në fillimet e saj në rrjetet sociale me TikTok, më pas me modelingun, edhe duke qenë se kam shumë qejf, e dija që do mundohesha që të bëja më të mirën time edhe në rikrijimin e këtij make-upit, megjithëse duhet të qëndroni deri në fund për ta parë nëse jam përafruar ndonjë çik apo jo. Fillova normalisht me hidratimin e fytyrës, një fondatim pak të errët, edhe po mundohem pak që vetullën ta konturoj dhe t'ia përafroj me vetullën e Fabiolës, pasi ajo e ka pakës të trash dhe formën e ka yll. Më pas, ashtu si Fabiola, me një ton kaf, u përpoqja që të bëja një smokey eye të lehtë, më pas për të vazhduar me penelin, i cili është dobësia ime gjithë make-upit, nuk di ta bëj penelin, po mendoj se deri diku ja kam arritur, edhe pse ishte ankthi më i madh. Dy sy që mos ngjanin as pak me njëri tjetrin. Po mund të them me plot gojë se ky është peneli më i realizuar nga ana ime në gjithë historinë e make-upeve dhe jam shumë e lumtur për këtë. Mund të shikoni fytyrën time gjithë ankth aty ndërkohë. Po dhe të lumtur. Gjithashtu në këtë make-up konturet janë shumë të theksuara, edhe Fabiola këtu ka një perfect V-shape, të cilën unë jam munduar shumë që ta krijoj me një ton shumë të errët dhe shumë të ftohtë kafe. Jam munduar që të konturoj të gjithë fytyrën, ndërkohë ju lutem mos jeshni me mimikat e mia. Kisha parë një video se si mund ta konturoje hundën bukur dhe po mundohesha që ta realizoja, por nëse ja kam dalë apo jo, këtë do më thoni juve. Këto kohë në For You page-in tim kam parë sa më shumë video me make-upin, në mënyrë që edhe unë të specializohem në thonjse ose të bëjmë pak më e aftë edhe për veten time, por edhe këtu të juve të dalë dhe të bëj video të sa më të bukura edhe sa më të realizuara. I shtova edhe pak bronzer plur në mënyrë që të bëheshin sa më të theksuara anësit. Edhe concealeri pasaj për një punë shumë të madhe dhe një hap shumë të madh me sa kam kuptuar, pasi ndan komplet pjesën e bronzerit nga nofulla dhe ngjan shumë bukur dhe e tërhequr. Këtu në fund vendosa pak të highlighterin te pjesa hundëve, vendosa që të shtoja edhe pak fare xizat e pjesa e syve të cilat Fabiola nuk i ka dhe aq, por unë vendosa për t'i dhënë pak më shkëlqim make-upit. Në fund fare ky setting spray e fiksoi që gjithë make-upin dhe realisht mezi sa e kam hequr. Por a jeni kurioz për rezultatin? Tada! Jam shumë e lumtur për këtë rezultat të timin, sepse është një ndër make-upet e mia më të realizuara dhe më të bukura ever. A mendoni se i përafrohet në një çik apo jo?